Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin, luftën në lindjen e mesme, zhvillimet globale, ata që kam mësuar direkt aq më tepër me lëvizjet që po bëhen pas vendimit të Parlamentit të Iranit për mbylljen e ngushtisë së Hormuzit, pra tronditjen e tregjeve financiare dhe më mirë se me këdo tjetër do të flasim me zotin Emanuel Bajra, ekspert ndërkombëtar financiar. Zoti Bajra, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit, përshëndetje Dilber, si gjithnjë kënaqësi për mua. Faleminderit ju. Çfarë po ndodh me tregjet globale dhe shanset janë që të paktën dhe shpresa që lufta të mos na kap në mënyrë direkte, por indirekte tek çmimet. A kanë filluar të ndihen rritja? Po, në fatkeqësisht rritja e çmimeve në perëndim, por edhe në, si themi, në këto në periferit e ekonomive të zhvilluara dhe në zhvillim, është ndjerë që nga 20 janari 2025, mos harrojmë se i patëm tarifat e imponuara nga presidenti Trump në shumicën e ekonomive botërore. Në anën tjetër patëm edhe një ringritje të inflacionit për shkak të krizave gjeopolitike, gjithandaj natyrisht Ukraina akoma është temë e cila gati sapo harrohet, por besoj se në ditën e vazhdim në javët në vazhdim do të ripërtrihet akoma si temë, përderisa këto zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, lufta Izrael-Iran ka potencial gati shumë më të madh të egzagerimit të çmimit të vlerës së çmimore së indeksit të çmimeve, jo vetëm në ushqim, por e fillon me naftën, e fillon me gazin, komponente kryesore të ekonomive të fuqishme të botës, por edhe ekonomive në zhvillim, për shkak se vështirësitë e transportit, vështirësitë e sentimenteve të investitorëve ka shik kësaj krize, do ta përshpejtoj atë farë sensin e rritjes së çmimeve në treg, e rritjes së çmimeve në dyqane, por edhe rritjes së çmimeve të eksporteve. Pra tashmë jemi pikërisht në atë pikën ku po futemi në sezonën e verës, gjithçka shtrejtohet zakonisht, për shkak se janë pushimet në pyetje, janë njerëzit që ikin jashtë vendeve ndryshme, shkojnë në vende më të nxehta, ata janë të parët në betejën e parë që do të përballohen ose përballen me rritje të çmimesh, por në anën tjetër me të futur në vjesht, besoj unë, domethënë shtatori, tetori, nëntori mund të jetë shumë më i vështirë për ekonominë evropiane, posaçërisht evropiane dhe ata amerikane, për shkak se nëse kemi përkeqësim të situatës në lindjen e mesme, atëherë, siç e thash më herët, 20-30% e gjithë transportit të naftës dhe gazit në botë kalon ose parakalon në territorin iranian dhe në ujërat iraniane, edhe kjo do ta vështirësoj tejet zinxhirin e eksportit, por në anën tjetër çka është më e rëndësishme, Dilber, është që do ta vështirësoj sentimentin e investitorëve, për shkak se edhe ata investitorë që presin ardhjet e naftës së gazit ta zëjmë në Londër, në Bruxelles, në Strasburg ose edhe në Amerikë, ata po bëjnë përgatitje tashmë që ta japin një farë lloj çmimore të caktuar, por kjo është shumë e vështirë. Kjo do ta vështirësoj edhe më tepër, sepse nëse sot e llogarit që barela për barel në dollar kemi një çmim prej $75, pritjet janë që mund të kemi një rritje prej 100 mbi dollar për barel në shtatore më tutje. Por si duket, ndoshta nuk do ta presim edhe shtatorin, shtrejtia do t'i kap të gjitha segmentet e jetës dhe të gjitha segmentet ekonomike, jo vetëm rajonale, por globale, mendoj unë. Pra në shtator ose më afër, sa mund të jetë përqindja që mund të kemi rritjen e çmimeve? Tashmë në bazë të ato çka i pash në këtë mëngjes në parametrat e bankave komerciale këtu në Londër edhe në SBA, mund të kemi në komponentet të cilat lidhen ngushtë me eksportet e naftës dhe gazit, zakonisht përveç naftës së gazit, si komponente likuide që eksportohen në Evropë, doja bashkangjesim edhe ta zëjmë këto farë crude ose raw materialet e papërpunuara, mund ta bashkangjesim vajin ushqyes, mund ta bashkangjesim grurin,
mund t'i bashkangjesim edhe disa si themi disa komponente tjera, për shembull këto shishet e ujit që eksportohen ose importohen tepër shumë në Evropë, pa marrë parasysh që Evropa është bukurni eksportuese e madhe e ujit. Këtu pritet të kemi një rritje për 10 deri 25% në këto komponente, duke përjashtu naftën. Nëse e shtojmë edhe naftën atëherë frika ime është, edhe shqetësimi im është që mund të kemi shtrejti të daljes jashtë kontrollit, edhe analistët po presin që shtrejtia mund t'i kaloj ato parametra që i patëm me njerë gjatë kohës pandemisë, pas pandemisë edhe me luftën e Ukrainës, se kjo me të vërtetë është shqetësuese. Mbi 50 në tërësi, në total, pra mund ta kapërcej? Edhe një herë, në total? Po, mund ta kapërcej në total, pra nga 25 deri ku rritja? Deri ku mund shkojë? Tashmë varet e tëra, për shkak se ekziston një farë dy luftimi në mes të autoriteteve shtetërore ta zojmë në Evropë, ta marrim Evropën edhe vendet si Shqipëria, Kosova edhe Ballkani. Ekziston një farë dy luftimi në mes të autoriteteve shtetërore, autoriteteve qendrore, inspektoriateve të çmimeve të tjerë, edhe tregtarëve. Tashmë tregtarët e kanë një farë leve shumë më të madhe për të përcaktuar çmimet në këto situata dhe në këto rrethana. E patëm, siç e thash, i patëm rrethanat me njerë gjatë pandemisë, por edhe pas pandemisë, nëse ju kujtohet vera e vitit 2022, 3 muaj pas sulmit të Putinit në Ukrainë, në Shqipëri dhe në Kosovë. Në Kosovë, sidomos e patëm një ngritje të madhe dhe stratosferike të çmimit të naftës që krijoi një farë lloj paniku, po shoh që edhe sot në për disa lokacione në për Kosovë, po ka rradhë të pritjes për naftë, për benzinë, komponente tjera, derivate tjera për transport. Kjo nuk do të ishte e këndshme, por unë mendoj që duhet të gjendet një element, për shkak se mos harrojmë më kthy tek pyetja jote, nëse e kemi një treg, si themi, sistem të tregut të lirë, është tepër e pamundur për autoritetet qendrore, për shtetin të intervenojnë në përcaktimin e një çmimore ose një tavani çmimore. Kështu që tregtarët duhet të jenë ata që do të jenë të ndërgjegjshmit, por në anën tjetër nuk i vë fajes tregtarëve, për shkak se tregtarët duan ta ruajnë margjinën e tyre, pa marrë parasysh se ajo margjinë mund të reflekton në, si themi, më shtrajt në xhepin e konsumatorëve. Nëse kemi 20-25% rritje të çmimit të ushqimit, atëherë tregtarët nuk e bëjnë domosdoshmërisht. Jo të gjithë tregtarët e bëjnë vetëm për të përfituar, për ta shfrytzuar momentin. Ka edhe të atill që do shkojnë 35%, 40% ose gjysmë për gjysmë më shumë se sa që janë çmimet sot. Kjo është shumë e rrezikshme, për shkak se atëherë me të vërtetë po e godet xhepin e konsumatorit, po rrit varfërinë, por në anën tjetër edhe vetë biznesi dhe ndërmarrësia humb, për shkak se humb vullneti i konsumatorëve, humb si themi potenciali blerës i konsumatorëve për të dalë në treg dhe për të bler ushqimet ose elementet bazë. Kjo do të jetë shumë e rrezikshme. Për sa i përket naftës, nafta natyrisht përveç komponentit transportues ka edhe komponentin si themi direkt ose asimetrik në ekonomitë globale, sidomos në ekonomitë evropiane, për shkak se zakonisht në perëndim një rritje e çmimit pritet tashmë deri 20-30% ngritje e çmimit të naftës në ditët në javët në vazhdim. Zakonisht me, si themi, nëse në Evropë e ke këtë farë vetëm benzinën €1.18 ta zojmë, i merr gati 4-5 deri 6 javë që të shkojnë në €1.25 ta zojmë, që është i jep mundësi konsumatorit që të bëjë përgatitjet e duhura për një rritje të tillë. Përderisa në Ballkan, në vendet, në Shqipëri, në Kosovë, në vendet tjera të Ballkanit, rritja e naftës shkon direkt tek furnitorët, edhe kjo po vështirëson më tepër, për shkak se atëherë sentimenti i konsumatorit po vështirësohet, po edhe në anën tjetër si themi konsumatori po bie pre e këtyre rritjeve kështu në mënyrë paushal. Domethënë rritje jo dhe strategjike që jo domosdoshmërisht e reflektojnë edhe sentimentin e produsve të naftës. Në anën tjetër çka është më rëndësishme, për shkak ta zëjmë nëse Hormuzi, gryka Hormuzit mbyllet në ditët në vazhdim,
nuk është në pyetje që do të ketë pak se themi nivel të mas të eksportit të naftës ose gazit në treg, por do të jetë më i kontrolluar. Tregtarët tanë shfrytëzojnë atë mundësi për të rritë çmimet në mënyrë të padrejtë. Kështu që shfrytëzojmë rastin të bëjmë thirrje që të mos ia bëjnë një gjë të tillë për shkak se e vështirësojnë të gjithë ciklin ekonomik në vendet tona. Zoti Bajra, nga gjithë analiza që ju bët edhe projekcionet, pritshmëritë, kjo po rezulton një luftë gjeoekonomike? Edhe kush është basti i Trumpit? Nuk e ka pa këtë të fundit, një luftë gjeoekonomike nuk e ka pa pjesën tjetër. Kush është basti i Donald Trumpit për këtë luftë? Po ndërprerje, kërkojnë ndjes. Kemi ndërprerje. Po, kush është basti i Donald Trumpit për këtë luftë? Basti i Trumpit. Nëse e fillojmë ato e vazhdojmë tek pika e gjeoekonomike. Përveç që është një luftë gjeoekonomike dhe natyrisht elementet gjeopolitike përfshihen këtu për shkak se tashmë Amerika pa marrë parasysh kemi që presidenti Trump thotë që ne nuk kemi të përfshirë në këtë luftë me Iranin. Unë mendoj që përkeqësimi do të jetë, si themi, do të kemi një rritje të dinamikës së përkeqësimit në ditët në vazhdim për shkak se akoma nuk kemi pas një përgjigje të Iranit. Nuk po pres që Irani do të ketë, si themi, një përgjigje fatale ose apokaliptike me sulme ndaj Izraelit, sepse ato filluan këtë mëngjes. Por çka do të kemi, unë mendoj, do të kemi sulme asimetrike ndaj interesave amerikane në rajon për te. Është rritur ashtu kështu ndjehet në perëndim rritja e nivelit të pasigurisë publike, për shkak se mos të harrojmë vetëm në Britani të Madhe kemi mbi 1000 celiza të fjetura, siç njihen sleeping cells, që janë dorës zgjatur e gardës kombëtare të Iranit edhe të shërbimeve sekrete të Iranit. Pra mund kemi një farloj rreziku të shpërndar gjithandej globit, sidomos me cak të veçantë, me objektiv të veçantë tek interesat amerikane, izraelite gjithsesi, britanike, por edhe perëndimore në përgjithësi. Kemi vrejt ditëve të fundit edhe retorikën evropiane që është pakës, si themi, më zbutur, edhe më neutrale karshi kësaj lufte në lindjen e mesme, por fundamentalisht Evropa duhet të qëndrojë Amerikës dhe i qëndron Amerikës. Për këtë arsye besoj se një farlloj çmimi përveç sentimentit ato që thua të Dilber, sentimentit ekonomik që do godas xhepin e evropianit e xhepin e amerikanit në ditën në vazhdim, do godas edhe interesin, si themi, një çmim pakës më i kushtueshëm, besoj se ose ka rrezik se mund të paguhet edhe në territorin evropian ose interesat evropiane amerikane kudo, jo vetëm në lindjen e mesme, po përtej kufive të lindjes së mesme, fatkeqësisht. Ministri i Jashtëm iranian sot viziton Moskën, ndërkohë që Pekini ka bërë thirrje për qetësim të situatës, por si shikoni, mund përfshihet Rusia me Kinën në këtë përballje? Kjo është shumë interesante dhe shumë pyetje me vend, për shkak se jo vetëm që është tematike, por si theni ka krijuar një farlloj ethisk në Evropë. Një palë ethesh i ka kapur diplomatet evropian për shkak se janë të pavendosur se cilën kahje, cilën diplomaci, cilën rrymë diplomatike ta ndjekin. Natyrisht se ju kushton shumë, po ndjekën rrymën diplomatike të presidentit Trump për shkak se është i paparashikueshëm, përderisa nëse vazhdojnë me atë farë politikën tipike evropiane, atëherë Putin po e nuhat që Evropa është dobët të përballur. Kështu që tashmë jemi në një pikë ku Irani shumë qartë gradualisht po i shkapet interesave kineze për shkak se Kina nuk po i përgjigjet pozitivisht thirrjes për ndihmë Iranit. Mos harrojmë, Kina ka edhe një varësi tjetër shumë të rëndësishme me Iranin, sepse është importuesja kryesore e naftës edhe gazit iranian në Kinë. Përderisa Rusia ka një varësi tjetër që importon shumë drona
dhe teknologji jo të sofistikuar ushtarake, por që ka një sistemi, një element të thjeshtësisë, sepse drona tashmë po prodhohen nga shumica vendeve të Kombeve të Bashkuara, por Irani ka volum të madh të eksportit të dronave dhe prodhimit të dronave e që shkojnë në Ukrainë e që i shërbejnë Rusisë. Tashmë thirrjet nga Rusia që ata do të mund ta ndihmojnë Iranin, si spekulohet, do të mund ta ndihmojnë Iranin që ta përjetojë atë tranzicionin në energji nukleare, është me tepër kodifikim ose gjuhë kodifikuar për ta ndihmuar Iranin që ta fitojë bombën e parë bërthamore në mënyrë që të ndalen reprezaljet e Izraelit dhe Amerikës. Kjo mund të jetë lojë unë mendoj që loj shahu e inisuar nga vetë presidenti Putin për shkak se presidentit Putin po i ikin Iranin nga dora si që iki Siria edhe si që i iku e Hezbollahu me sulmet në Izrael. Pra, presidenti Putin po vren që e vetmja levë ndoshta që ka në aspektin geopolitik global, përveç BRICS-it, antarësimin në BRICS dhe që si themi që është edhe sponsorizuesi ndër sponsorizuesit kryesor ideologjike të BRICS-it, ndarjes nga edhe dedollarizimi të ekonomisë globale, e ka edhe këtë, e ka pra levën e Iranit, por tashmë si duket Putin dhe Rusia po ndjejnë ikën nga duart të Iranit, edhe kjo është pikë shumë e rrezikshme për mendoj unë për Evropën, për shkak se mund të kemi një rihapje të një pozicioni të ri të luftës në kufijt evropian. Vetëm sa për ta, si themi, për ta tundur edhe për ta dridh Evropën që të mendoj dyher, pa marrë parasysh që në fakt Evropa nuk ka dorë hiç fare në këto aferat edhe llogaritë e lindjes së mesme, po për Putin për t'i dërguar mesazh indirekt presidentit Trump mund ta bëjë një gjë të tillë. Kjo është e rrezikshme po ashtu edhe për vetë Iranin, për shkak se sa herë që një autoritar ose një diktator ose një despot i një vendi që shkon i afrohet Putinit, interesant është jo, sa herë që ata i afrohen Putinit, aq ma afër afrohet edhe, si themi, dita e skadimit të tyre në pushtetin ku ata janë. E pa me Asadin, e kemi tash edhe me Xi Jinping, sepse po përflitet që Xi Jinping, lideri kinez, është, si themi, është skajuar tashmë nga ftyra politike edhe fronti politik i Partisë Komuniste Kineze, dhe si duket Hu Jintao mund të rikthehet. Mos harrojmë se Hu Jintao është një njeri më pro, si themi, më pro tregut të lirë, më afër vijes amerikane të mendimit të ekonomisë globale, edhe kjo mund të jetë revolucionare për gjithë geopolitikën globale. Siç ta shohim se çfarë do ndodh, por unë personalisht mendoj që kjo është më tepër një përsiatje e Iranit që të filloj, si themi, që të imponojë një farë lloj frike në Evropë dhe në Amerikë, sa diçka tjetër nuk do të dalë diçka konkrete, vetëm nëse presidenti Putin e mendon këtë si mundësi edhe shans për ta shfrytzuar fatkeqësinë e Iranit për poena dhe pik përfitimi për Rusinë. Pra, qoftë edhe mund shkojmë deri tek bomba atomike, po taktike. Mundet apo është larg? Natyrisht është e mundur, sidomos tashmë nëse vërejmë këtë farë qetësinë, unë e quaj qetësi para stuhisë në Ukrainë, ka lëvizje në Ukrainë nga vetë forcat ukrainase, ka strategji mbrojtje në evenimente të tilla, ka po ashtu edhe shqetësime të shërbimeve perëndimore në Ukrainë që ka një farë lloj, kjo qetësia para stuhisë në Ukrainë është shumë interesante, sepse në një terren normal të një lufte barbare siç ndodh në Ukrainë nga Rusia, do të shihnim Rusinë të arriste intensitetin e sulmeve. Për shkak se kjo është gjëja momenti më i mirë, se gjithë vëmendja e botës së globit është në lindjen e mesme, përderisa ky do të mund të fokusohej të bënte, si themi, dëm më të madh Ukrainës, por kanë qenë më tepër ato sporadike, nuk kanë qenë sulme këto intensive. Pra kjo është pak e frikshme, sepse mund të kemi një largim të vëmendjes në mënyrë që të krijohet një mundësi korridor i Iranit për
ose ta zëjmë mund kemi pozicionim të anijeve ose të këtyre nëndeceve ruse që janë të mbështjellër ose janë të mbuluar ose janë të armatosura me armë nukleare të vinë në gjirin e Hormuzit, ta zëjmë për shembull, në grykën e Hormuzit. Kjo mund të jetë një lëvizje shahu e presidentit Putin që ti thot botës që unë ja kam huazuar një nëndece e Iranit për vetëmbrojtje. Mos harrojmë kemi në historinë tonë shqiptare në vitet 60-ta kur Enver Hoxha janë dali nëndecet ruse pikërisht në pjesën jugore në detin Jon, edhe ato mbeten si themi mbeten pjesë e pasurisë kombëtare ushtarake shqiptare në atë kohë, por Rusia ka domethënë ndjek të njëjtën strategji siç e pa ndjekur ose pa tentuar ta ndjekë me komunistët shqiptarë ose me Shqipërinë komuniste në atë kohë, por nuk i doli ashtu siç e bën ata llogari, përderisa në këtë rrethan, në këtë ekosistem të sotëm mund të ndodhi edhe një taktizim i tillë. Kjo mund të jetë vetëm taktizim, mos harrojmë Dilber, për shkak se për Rusin të huazoj ose të jap fua një flotë ushtarake ose një flotë ose një nëndece të ngarkuara me armë bërthamore është bukur një çmim i madh, për shkak se atëherë deterrence, siç njihet ai termi në strategjitë ushtarake, domethënë mundësia për ta vetëmbrojtur veten zvoglohet ka shi Amerikës së Perëndimit. Po mund të kemi edhe risi të tilla. Ta shohim element shumë i rëndësishëm, faktor shumë i rëndësishëm këtu është Kina. Tashmë është shumë interesante për shkak se në Kinë kemi dobësim të Xi Jinping, edhe kjo mund ta çojë një farlloj kaosi këtë boshtin e lindorës, e boshtin Peking, Moskë, Teheran. Edhe kjo bën situatën shumë më të paparashikueshme. Për ta mbyllur, në Ballkan ju thatë boshti Pekin, Moskë, Teheran, por Beogradi mund ta themi që është i dobët në këto momente edhe ndoshta nuk e mendon për një inkursion tjetër, apo është momenti që të godas për të hequr edhe vëmendjen, siç tha ju, që mundet të përfitojë Rusia? Nëse kjo fundit atëherë, ta zëmë Serbia tenton të bëjë diçka në veriun e Kosovës ose në Bosnjë, ajo do të jetë vetvrasje për Serbinë, për shkak se mos harrojmë janë edhe disa elemente të rëndësishme që kanë zhvilluar. Këto zhvillimet e fundit vis-a-vis Serbi Evropë. Si duket, Serbia tashmë e ka kafshuar atë karrotën që i dha Evropa. Si duket kemi retorikë që është interesante, kemi ngritje të retorikës së Vučić kundër interesave të Kosovës edhe kundër se temi me një farloj sensi të dominimin e gjithë narrativës edhe diskursit ballkanik, don të jetë bosi i Ballkanit, sepse po sheh kërcënimin nga Edi Rama dhe nga Shqipëria. Në anën tjetër kemi një Serbi e cila po nënshkruar çdo marrëveshje që është e mundur me Evropën, edhe Evropa po pompon, po injekton para në fakt në Serbi. Unë jam pak si themi më në anën e atyre njerëzve që natyrisht Serbia nuk është faktor që duhet besohet në çfarëdo lloj pozicioni, për shkak se ata historikisht i kanë shfrytzuar këto momente, por Serbia është shumë e dobësuar se sa ka qenë para 6 muajve. Kjo e ndërlikon situatën për Serbinë, përderisa neve na jep mundësi si Kosovë, por edhe si shqiptarë gjithandej na jep një mundësi të sistemit vënies së dy gishtave në kokë dhe të menduarit strategjik tashmë. Se çka do bëjmë na? Nëse kemi një Trump që gjithë bota mendoj që duke përfshirë edhe vetë mu, që menduam që Trumpi më tashmë nuk është interesuar për ndërhyrje jashtë kufive amerikan, është një president proteksionist, është një president izolacionist e tjerë. Para 3 ditësh presidenti Trump tregoi që ai nëse bindet dhe zgjohet një ditë në mëngjes dhe mendon që është një padrejtësi e madhe që po i bëhet Izraelit ose ta zënë Kosovës ose një vendi tjetër, ai mund të dërgojë raketa Tomahawk në cilin do vend që zgjell ta bëjë të tillë. Pra, kjo është një mundësi e mirë për ne për ta ripozicionuar, jo për ta ripozicionuar, se është term shumë i fuqishëm, por për ta rishikuar pozicionin ton ka shi këtyre zhvillimeve të fundit edhe ta shfrytëzojmë sa më shpejt që është e mundur. Ne kemi në Kosovë kemi një sfidë tashmë akoma nuk e kemi të
kompletuar kuvendin, edhe kjo është me të vërtet e vështirë dhe po vështirëson pak si themi atë fakt klarifikimin e qartësimin e fokusit ton diplomatik, po shpresoj që në ditën e vazhdim ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të rikthehemi në shina, edhe të vazhdojmë rrugtimin ton në si themi ta fuqizojmë edhe partneritetin me aleatët tanë. Shqipëria po luan një rol natyrisht Shqipëria i ka dhe sfidat e veta, por Shqipëria si vendi i parë në pole position që është për të bashkuar Unionit Evropian, ka një rol shumë delikat, tashmë. Delikat për shkak se në anën tjetër po bëhet edhe një luftë e madhe diplomatike prapaskene për ta mbajtur paqen në Ballkan. E mendoj unë që këto komponente, si themi, lajthitja e Evropës ndaj Serbisë dhe Serbia, përfitimet që po i merr Serbia nga Evropa mund të jenë element preventimi, por në anën tjetër mos harrojmë, është edhe përçarja Moskë-Beograd, që tashmë po paraqitet sikur përçarje që hapur diplomatike, por unë mendoj që është shumë e ndërlikuar se paraqitet ashtu në faqet edhe ballinat e portaleve tona. Zoti Bara, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për analizën, nga këndvështrimi ekonomik, politik dhe me gjërë. Ti jam mirënjohës shumë për kohën. Dhe shumë.